Një tjetër kursi bicikletash i është shtuar qytetit të Shkodrës. Në unazën lindore, tashmë qytetarët mund lëvizin më shpejt dhe më të sigurt drejt destinacionit të tyre fal këtij investimi. Projekti synon ndarjen e qartë të hapësirës mes automjeteve dhe bicikletave, me sinjalistikë horizontale dhe vertikale, si edhe element sigurie për gjatë gjatësisë të këtij segmenti. Sipas përdoruesve të përditshëm, ndërhyrja ka ndikuar në rritjen e sigurisë gjatë lëvizjes. Shumë mirë. Vetëm se më rëndësishme është me respektue njerëzit. Kjo ka rëndësi shumë. Tash është shumë mirë, ma sistemume. Kanë bërë mirë fort këta, këtë punë, se kanë bërë, se njerëzit e që ka më në bicikleta, a kopten, kjo është gjë e mirë. Shumë e rëndësishme. Rëndësishme me shkull kursit vetë, bicikleta dhe makina në kursit vetë. Janë më të sigurt në lëvizje? Normalisht janë më të sigurt. I respektojnë gjithë? Ja krejt. Por ajo çka vëret është mos respektimi kursive të dedikuara për pedaluesit e bicikletave. Qytetarët zgjedhin sërish të ecin në rrugën e automjeteve, duke u kthyer në burim serioz për aksidente. Unaza lindore konsiderohet një nyje e rëndësishme lidhëse në qytet dhe përfshirja e kursive të bicikletave në këtë segment pritet të lehtësojë lëvizjen dhe të rrijë sigurinë për të gjithë përdoruesit e rrugës.